Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Llumi i kafes ju shpëton jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto probleme. Nëse llumin e kafes e keni hedhur deri më sot, pasi ta dëgjoni këtë video nuk do ta bëni më. Llumin e kafes ju mund ta përdorni si një anticelulit. Në një enë përzjeni gjysmë filxhani llumin e kafes me 2 lugë gjelle vaj ulliri ose vaj arr kokosi. Me masën e krijuar masazhoni trupin tuaj përpara se të bëni dush. Lëreni maskën në trupin tuaj për 10 minuta. Kjo maskë bën një pastrim të lëkurës dhe gjithashtu redukton celulitin në zonat e aplikuara. Një lugë llumë kafeje aplikojeni në fytyrën tuaj si një maskë natyrale. Lëreni për pak minuta dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të vakët. Menjëherë do ta ndjeni ndryshimin në fytyrën tuaj. Për të apasionuarit pas kopshtarisë, llumin e kafes mundet ta përdorni edhe si pleh për bimët tuaja, e cila njëkohësisht do të mbajë larg të gjitha insektet. Llumin e kafes hidheni në një tas plastik dhe vendoseni në ngrirje. Kjo lloj mënyre e përdorimit të kafes largon të gjitha aromat e pakëndshme. Llumin e kafes përzjeni njëkohësisht me maskën e flokëve tuaj. Aplikojeni mbi flokët e njom dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të bollshëm. Flokët tuaj do të jenë më të shëndritshëm se kurrë më parë. Llumi i kafes ka efekte magjike në lëkurën tuaj. Me shumë mundësi, njësoj siç bëni çdo ditë pasi pini kafe, mbetjet e kësaj të fundit ju i hidhni në koshin e plerave. Ndonse shumë prej jush mund ta dinë që mbetjet e kafes ekspres mund të hidhen tek dheu i luleve, ajo që ju nuk dini është se edhe lëkura juaj apo trupi juaj mund të përfitojë shumë nga llumi i kafes. Prandaj, duhet ta përfshini me patjetër atë në rutinën tuaj të bukurisë, pasi përdorimet e saj janë me të vërtetë të mahnitshme dhe me rezultate vërtet befasuese. Ndriçon lëkurën. Kafja është provuar se është një ilaç natyral për lëkurën tuaj të dëmtuar. Maska që do t'ju duhet është pak llumë kafeje, pak ujë dhe krip. Aplikojeni pastën që formuat në lëkurën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurës së vdekur, pastrimin e poreve dhe zbutjen e vijave të rrudhave. Trajton njëkohësisht edhe celulitin. Kafeina në kafe ndihmon qarkullimin e gjakut dhe eliminon ujin e tepërt nga lëkura. Për të përgatitur maskën, ju duhet të përzjeni gjysmë filxhani mbetje kafeje, një lugë gjelle 15 ml verë dhe disa pika ekstrakt xhenxhefili dhe ekstraktin e algave të detit, i cili është opsional, mund edhe të mos e shtoni në recetë. Ajo që duhet të bëni është thjesht të fërkoni lëkurën tuaj me këtë maskë. Përmirësoni njëkohësisht tonalitetin e ngjyrës të flokëve. Thjesht ju duhet të përzjeni kafe dhe ujë për të formuar një pastë. Aplikojeni atë drejt për së drejti në flokë të sapo me shampo dhe flokët e lyer njëkohësisht me ngjyrë të errët, dhe kështu ju do të shkëlqeni si kurrë më parë. Trajton edhe qeskat nën sy. Vendoseni nën sy me ndihmën e një nape të pastër mbetjet e kafes dhe mbajini për pak minuta. Përsëriteni këtë veprim çdo ditë dhe lëkurës tuaj do t'i rikthehet gjallëria. Hidratimi i lëkurës. Shumë njerëz e kanë lëkurën e tyre të thatë, sado krem hidratues të përdorin. Për të patur lëkurën tuaj të butë si të një bebi, lyeni trupin me këtë maskë. Ju duhet një filxhan 240 ml vaj kokosi, një filxhan kafe me llumë kafeje dhe një lugë çaj ekstrakt vanilje. Ndërkohë, sipas ekspertëve, shumica e njerëzve pasi pinë kafe e derdhin llumin e saj në lavaman, duke e konsideruar atë si diçka pa ndonjë funksion. Në fakt, ky mendim është i gabuar.
Llumi i kafes gjen një sër përdorimesh dhe ai bën mrekulli në shumë aspekte të përditshmërisë. Eliminon baktere dhe njëkohësisht të gjithë parazitët. Llumi i kafes mund të përdoret për të eliminuar parazitët ose bakteret nga çdo ambient i shtëpisë tuaj. Mjafton që ju të spruconi pak lum kafeje në zona të shtëpisë ku mendoni se keni parazit apo baktere dhe do të vini re se ato do të largohen. Mjete për pastrim. Nëse enët janë shumë të palara, llumi i kafes do t'ju azgjidh menjëherë problemin. Fërkojeni enën mirë me të, por kujdes që të mos e thith ngjyrën. Gjithashtu nëse dëshironi që mobiljet e drurit të shkëlqejnë, atëherë ju duhet të përzjeni llumin me ujë, lyeni mobiljet dhe lëreni të veprojë disa çaste, pastaj fshiheni me një leckë të pastër. Mask për flokët. Fërkojeni llumin në flok para se të aplikoni shampo dhe lëreni të qëndrojë pak dhe më pas shpëlajeni atë me ujë të rrjedhshëm. Redukton celulitin. Përzini në një tasë llumin e kafes së ngrohtë me një lugë vaj ulliri ose vaj bajamesh ose arrash. Ndërkaq, zonat e lyera me këtë mask mbështilleni me një qese kuzhine dhe lëreni ashtu për të paktën 5 minuta. Pasi ju ta keni hequr qesen, qetësohuni me një dush të ngrohtë dhe përsëriteni këtë procedurë për të paktën 2 herë në javë. Gjithashtu, sipas informacioneve, kjo recetë ushqen edhe bimët. Shumë bimë ka nevojë për plehun e duhur kimik dhe njëkohësisht për sasinë e duhur të ujit për të mos u tharë apo për të mos u dëmtuar njëkohësisht edhe nga dielli, ndërsa bimë të tjera ka nevojë për disa gjëra të tjera natyrale. Për shembull, në kopshtin tuaj mund të ketë bimë të cilat ka nevojë për shumë acid. Të tilla bimëve u bën mirë llumi i kafes. Mjafton që ju të derdhni pak llum kafe rreth rrënjës së bimës dhe ju do të habiteni nga rezultatet që ju do të keni. Gjithashtu, falë llumit të kafes ju do të largoni insektet. Disa përbërës të cilët gjenden pikërisht në kafe, si për shembull kafeina, mund të jenë shumë toksik për insektet. Për këtë arsye, ju mund të përdorni llumin e kafes për të larguar të gjitha insektet e bezdishme si për shembull muskonjat dhe njëkohësisht mizat. Ne nga ana tjetër ju këshillojmë që ju të spërkatni oborrin tuaj me këtë përbërje ose të lini disa enë të cilat janë të mbushura me llumin e kafes në dritare. Në qoftë se ju doni që të mbani kërminjt larg bimëve tuaja, ne ju sugjerojmë që t'i spërkatni rreth kërcellit të tyre me këtë përzierje, pasi kjo nuk do të lejojë kërminjt që të ngjiten në përdeg. Neutralizon aromat. Arrin të neutralizojnë të gjitha aromat të ndryshme duke ju mundësuar që të mos mpihen shisat e nuhatjes. Këtë rol llumi i kafes e realizon përmes nitrogjenit i cili eliminon të gjitha aromat e pakëndshme dhe njëkohësisht ju mund të vendosni një gotë me llumin e kafes në frigoriferin tuaj për ta pastruar atë nga aromat e të gjitha ushqimeve. Si edhe njëkohësisht mund të mbushni një çorape me llumin e kafes pasi e keni tharë dhe ta vendosni në këpucë, në çantën tuaj të palestrës ose në dollap ku keni rrobat apo në makinë, pasi kështu ju do të largoni të gjitha aromat e pakëndshme. Gjithashtu mund të lani dhe duart me të pasi keni qëruar hudhra ose qep. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit
konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.